Ata duani stabilitet, mos ketë rëmuja, dhe kaq, deri këtuja. Po se jenë diktaturë, kemi qenë në diktaturë, nuk e ka kërcit Europës për ne hiç. Edhe nuk na e kërcet prap. Vazhdon. Nuk e din ata si është Rama. Raporti i Bashkimit Evropian si është i nxirr. Raporti i Dashit 2024 i nxirr. Po mi si është e mundme që ky që është i nxirr, ne këti i lavdrojmë, i kërkojmë, i shtrëngojmë dorën. Pse? Kanë intereset e veta. Dhe vinë thjesht për interesin e tyre jo të shqiptarëve. Atë libër që do Berisha me ja dhënë, ata do ta marrin ta hedhin kosh plerave, se e din shumë mirë. Janë të ndërgjegjshëm për gjendjen dhe situatën që është në Shqipëri. Por ju leverdis. Ju leverdis do vinë marrin ai cop. Se ikin me valigje për këtej. Ju leverdis të rri Rama. Rama është i Sorosit. Europa sot, Këshilli i Europës është i Sorosit. Europa sot është futur në luftë kundër të djathës. Pse e qitën atë fond jashtë për çfarë? Se ishte nacionaliste, ti treme nacionalizmin. Ajo që thash, që këtu nuk e përdorin fjalën nacionalizm, se kanë nuk duan shqiptir ta përdorin. Se kanë frikë nga nacionalizmi. Kam frikë sepse nuk besojnë Zot ta. Ta nuk besojnë Zot. Ta thonë, e përdorin Zoti, po harrojnë gjën tjetër. Që Zoti është lart, shef. Partia nuk shef kur voton. Zoti shef. Dhe këta e përdorin fjalën e Zotit, e përdorin kështu kot. Kam besu në janë Zot. Ku ka internacionalisht që beson Zot? Se këta na bëjnë me grisë gjithë libër. Me hedhë gjithë historinë e botës në tokë. Nacionalist, internacionalist. Shoqëria hapë, shoqëria civile. Por shoqëria ushtarake, ku është Shqipëri? Sorosi pra. Dhe gjithë kanë nga Sorosi. Shivi edhe partitë e reja nga Sorosi. Prodhimi Sorosi. Edhe Europa me Sorosi. Sa del një djath, ishte i vërsulet. Pse u vërsul Europa Trumpit? Për çfarë u vërsul? Nuk është problemi figura vetëm Trumpi si Trump. U e marrë si filozofi, e marrë si frym. Jo si individ. Se djatha këtë ka. Nuk bën mite, nuk bën kulte. Po merë frymën, kauzën. Kauza është ajo që tjetë. 6 javë nejta unë para kryeministrisë, vetëm, tek pull. Për çfarë nejta? Para 3 vjetës, 4 vjetës. Kërkoja minimumin jetik. Kaos. Njerëzit fillun, pastaj e mori Partia Demokratike, e bëri kaos. Sot, gjithë shqiptarët e din, të paktën minimalisht çfarë është. Kauza fiton. Pa një gjutë në e Partinë Demokratike që të thoshe, po më kjo është kauza e ati reaksionarit, që neti ati ndjellën shi. Jo. Pse? Sepse nuk duan. Si mund të thotë Themunoga që e bëni ky atë? Jo, ma. Jo, ma. Kushtë e thotë, Gazbardi? Apo vetë Berisha? Pra këta nuk e duan. Ta duan vetëm të bëjmë zhurmë. Hajde të shi bëjmë tallava. Si që ishte fushata tallava, bëjmë dhe pas fushate tallava. Kjo është pas tallava pas fushate. Që më duhet mu ma. Unë shof rezultat. Unë nuk e di se ka dali X neshin. Unë them ka fitu kjo. E mori kupën me hile pa hile, i mori kupën e botës, u bë kampion botë. Unë s'maj men neshe se sa neshe ka bo. Atë shi. 12 vjetë Rama në pushtet. Me gjysmën e qeverisë në burg. Me 3 qereku në administratës në burg. Dhe në hetim në spak. Dhe ti të llogarisësh. A do fitoj? Po që këtu? Që është këtu merë fund çdo gjë? Pra këta nuk përcjellin atë idenë e të fituarit. Pa, jo se ky do fusi administratën. Pra e di këti që ky do fusi administratën.
Po çfarë më bëu mund tash? Çfarë mitingu? Po çfarë do bësh mitingu? Po çfarë do bësh të miting? Do dalin 10 vet atje dhe hajmë mirupafshim. Çfarë do bëjnë? Do bëjnë një miting madhështor prapë? S'kam. Se u lodhën njerëz, u zhgënjyë tash edhe votuesi vetëm zhgënjyë. Edhe votuesi vetëm zhgënjyë. Do dalin ja 5 militantë atje dhe kaq. Se çfarë pretendojsh? Do mushet. Ja. Kjo është hajde, në qoj tata me lagojën edhe kaq. E bora edhe këtë. E t'i japin atë librin e zi Europës që e di shumë mirë, se e ka shkrujt vetë. Se ku se di Europa se si o Shqipëria. E din mjaft mirë. Tash, atë raportin e, mojnë lexojnë raportin 2024 Bashkimit Evropian, edhe Departamentit Shtetit edhe kaq mbaro film. E të kesh skandalit deri në Amerikë. Rama non grata në Amerikë. Këta nuk e thonë. Rama është non grata në Amerikë. E këta nuk e thonë. A ka i vendim për këtë? E ka. Po, me që është kryeministri i Shqipërisë dhe preqin që Rama tikte. Po me që është kryeministër, normal nuk duan, sepse është politika kjo. Kjo është politikë për më. Këtu pastaj futemi në politikë. Ata nuk mund ta shpallin një kryeministër, sepse automatikisht krijohet kaos politik. Po kujt e japin opozitës? Kujt opozitën? Kujt? Kujt më çunit fare balliu të japin? Albana Vokshit. Kujt më thoni një. O është Bylybashi që se njeh njërin Durrës. Nuk di rrugë të Durrësit. Kujt e jap? Se i zotit ta bësh vet, edhe pastaj kërko këtë tjerë. Kur e kam bërë Berishën në gatën? Ha? Kur ishte kryeministër? Apo Jo. kur ishte një deputet? Thjesht kur ishte një deputet. Kur ishte deputeti thjesht. Apo jo? Ju mendoni se një thjesht kur ishte thjesht. Ha? Se po nas kur mendoni ishte kryetar partia, kur ishte kryeministër ashtu. Ha? Urdhër apo? Është politika aty në. Unë s'kam se ja kërkoj aty në. Unë e di shumë mirë, unë po ta them, po ta deklaroj prap. Hapeni te faksi unë si ka qenë. Para zgjedhjeve lokale. Dhe kam deklaruar, janë 243 emra non grata në Amerikë. Fillo politikan, gjyqtar, prokuror, businessman, gazetar. Se si shpall. E din ata? Politikën aty në nuk e bojën politikën aty në. Unë di që janë në listë. Këta që së rëllatën kështu. Këta që së rëllatën. Pse që e shqip një e Erion Velia? Pse për qarë Hamburgë lë? E futi Rama? Në grade ishte Erion Velia në Amerikë. Shkoj, kur shkoj për herë dytë nuk e lanë me u fut. Ashtu si që Ramën e majtën atje. Kur dole e deklarova unë që Ramën e majtën në aeroport gjithë heshtën. Pse s'ko më Ramën në Amerikë? Unë nisë 2 herë dhe nuk shkoj. Se kujtoni se atë çështja me Goningall unë mbyll për me Goningallin, po jo për Ramën. Se Ramën mani men, Ramën do dali agjendi kinezve. I rusëve po dhe i kinezve. Se ka ngret kompani në Francë edhe ka qumë në Kinë. E me këto sumor opozita fare. Po bëni tallava me i fushat, thash me një atje më korës, që e ka emë. Shka faj e gjënë, mirë e ka e. Shka e ka vetën e vetë. Ti e qyte stari fushatës. Ignorove gjithë inteligencë i fyve koqarit inteligencë.